Është piktura e kryeministrit Edi Rama. E pse është e veçantë kjo? Është e veçantë sepse është e ndër të parat që ka hyrë në Lushnjë, pra jemi në vitet 1987 dhe është me frymë moderniste. Është kritikuar shumë. Është pikturë e piktorit Edi Rama, po thua? E piktorit Edi Rama. Okej, se mendova se është një pikturë, një portret i kryeministrit edhe po vrisja mendjen çka ka të veçantë kjo, domethënë që piktura është shumë e veçantë, do ta shikosh dhe vetë. Piktura është e autorit Edi Rama. E autorit, bashkë me tani po që mund të kthehet në atraksion turistik, sepse mund të ketë turistë të huaj që duan të dinë për shembull që I kemi këta. I kemi, vinë enkas që kanë interes për të ditur pikturën e kryeministrit aktual. Për ne është një pikturë shumë e rëndësishme, është një pikturë goxha e gjatë, është një ndër më të mëdha. Ajo është pikturuar nga vetë Edi Rama në kohët, bashkë me Vladimir Mitezani. Në kohën kur ishte piktor. Kur ishte piktor. Sot është kryeministër, por edhe I vetë ka ardhur e ka vizituar disa herë, le të themi, e ka parë, dhe edhe për ne ajo është një atraksion.